Nora Gjuzi, gazetare nga komuniteti egjiptian në Kosovë, e gjeti herët rrugtimin e saj në botën e medias, që në vitin 2006, ende nxënëse e shkollës së mesme, ajo hyri për herë të parë në Radio Prizren si gazetare në studio dhe terren. Me kalimin e viteve, rruga profesionale e çoi në radio televizionin publik të Kosovës, ku nga raportimi dikur për tema të shumë larmishme, ajo ju përkushtua një sferë të vetme. Pasqyrimit të jetës, sfidave dhe zërit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Me kyçjen në televizionin publik, nuk është që i kam njoft thellësisht problemet e pjesëtarëve të komunitetit egjiptian. Në momentin kur del në terren, e sheh gjendjen reale të tyre edhe e sheh situatën me cilat ata po përballen, sfidat që ata po përballen, është pak më e vështirë për ty në momentin kur ulesh me shkru tekstin, në momentin kur ulesh me marrë ose me kontaktu disa zyrtarë të tjerë për me i pyet se çka kanë bërë për një ngjarje të caktuar ose për një problematikë të caktuar, ku pjesëtarët e komunitetit egjiptian, jo vetëm, për rom edhe ashkali, ndoshta i kanë specifikat e veta, po problematikat i kanë të njëjta. Në shtet formimin tonë, pjesëtarët e komuniteteve hala jetojnë në kushte të vështira sociale, ekonomike, edhe kërkesat e tyre më shumë të janë për banim social, çështjet e shkollimit, edhe zhdukjen e fenomenit të martesave të hershme. Do të thotë është diçka absurde, pas kaq shumë viteve, na hala me fol për krijimin e kushteve elementare për jetë. Puna në redaksinë e komuniteteve ishte një sfidë e veçantë për të, sepse çdo histori e çdo reportazh ishte ndërtuar mbi përgjegjësinë e përfaqësimit. Rastet të cilat muj me i veçu prej punës që e kemi bu deri tash, janë rastet ku në transmetimin e kronikave për rastet sociale kryesisht janë ku janë lajmëru vetë pjesëtarët e komuniteteve për me i ndihmu këtyre familjeve, qoftë me ushqim, qoftë me rregullimin e shtëpive, qoftë me ndërtimin e shtëpive. Rastet më të rana janë kryesisht në komunën e Pezë dhe në komunën e Gjakovës, aty e kemi edhe fokusin, po e sheh gjithë atë punë të cilën ti e ke bu, aktivizmin jashtë punës si gazetare, sepse nuk mundesh më konë edhe indiferent ose jo emocional në ato që e bën mas orarit punës, automatikisht kime mendu se çush ka me jetu që ajo familje. Shpesh herë diskutojmë edhe me kolegë të punës, ndoshta kur është shumë shi, ose kur është shumë borë, ose kur vinë këto festat e fund vitit, ose festat e ndryshme që i bojmë pyetje njëri tjetrit, a thuhet çka po bën kjo familje, ose a kanë. Shpesh herë na ka ndodhur që edhe vetë personalisht i kemi ndihmu ose kemi marrë iniciativa. Me një angazhim të palodhshëm në terren dhe pranë familjeve në nevojë në komunat e ndryshme të Kosovës, ajo ka krijuar lidhje të forta me anëtarët e komuniteteve që përfaqëson, duke u bërë një figurë besimi dhe shpresë për ta. Unë nuk hezitoj edhe numrin e kontaktit me ju dhonë, kur ndihen ndoshta në siklet ose diçka për me bua ata, automatikisht i kom thonë që mundi shumë të lirshëm për me mujt me kontaktu, me i tregu problemet. Maturana janë këto raste sociale ku ndoshta në herë një është edhe pa fuqishme në momentin kur nuk mundesh me i bo zgjidhje, edhe ku ata non stop të telefonojnë, pra gjatë gjithë kohës pyesin ke mujt me bo diçka, automatikisht ndoshta edhe pa dëshirën tënde ti e krijon një lidhshmëri me pjesëtarët e komunitetit, edhe dëban që prap me shku me vizitu, ka pas edhe storje suksesi për shembull, ose raste ku është ndërtuar një shtëpi një pjesëtarit të komunitetit, për shembull në Gjakovë, që i kemi ndihmu me dokumentacion për me apliku në një thirrje të caktuar, edhe pse ju ka ndërtuar shtëpia, ne prap kemi shku e kemi vizitu veç për me pas se a ka mujt me bo zgjidhje ndoshta edhe për punë diçka. Megjithatë, përpjekjet e saj për të sfiduar stereotipet dhe termat pejorativ vazhdojnë ende, pasi ato akoma janë të pranishme në shoqërinë e gjerë. Këto dy terme janë terme të cilat na çdo ditë i ndëgjojmë si pjesëtarë të komunitetit. Edhe çto janë sfidat që ti çdo ditë atakohesh me to, qoftë në vendin e punës, qoftë edhe jashtë, qoftë në një shërbim publik që mundesh me shku me e marrë. Ndodh që ndëgjon fjalën ma gjup ose gabel. Edhe ty ajo automatikisht bën me u zbraps, edhe me thonë që nuk du me luftu mo këtë fenomen,
nuk du me luftu mo zhdukjen e kësaj fjale, se definitivisht është fjale cila nuk zhduket. Po është e dhimbshme se sa për shembull të tjerët në momentin kur e përdorin këta nuk e kuptojnë sa dikush lëndohet për pjesëtarëve të komunitetit. Nuk po flas për moshën madhore, sepse tash mu nëse më thu, mu nuk më dhem. Sepse jam e kalitur. Puna e saj nuk u mbaron vetëm në teren. Emocionet janë shpesh pjesë e përditshmërisë së saj, duke e bërë angazhimin profesional edhe një përvojë personale të ndjerë. Ndoshta në mënyrë administrative e kena një orar, po në momentin ku shkon në shtëpi për shembull mund dikush me thirr me ta tregu një problem, mundet me ndodhë diçka në teren që ti duhesh me shku patjetër me trajtu ndoshta si rast. Gjithmonë përpara intervistuesit stoike. Pas intervistuesit në momentin kur largohesh prej intervistuesit, prej rastit kur largohesh, të përfshin emocioni. Edhe pse ndoshta në gazetari në teori thuhet që nuk duhet me përzi emocionin, mundona me majt në kontroll emocionin gjatë intervistës për me mujt me nxjerr më të mirën nga intervistuesi, për me mujt me qit në mas shumti emocionin e saj, që dikush tjetër me i dalë ndihmë e jo unë më kon fokusi me emocionin tem. Si gazetare, Nora ndjehet më e fortë dhe më e frymëzuar. Me vendosmëri dhe pasion të palëkundur, ajo thotë se do vazhdoj të jetë zëri i komuniteteve, duke bërë që historitë e tyre të dëgjohen dhe sfidat e tyre të mos mbeten të padukshme.